Çfarë është old school? Loja old school është mentaliteti yt I vjetër dhe mënyra e vjetër si ti bën biznes apo karrierë. Sot do të vendosësh të vazhdosh të luash lojën old school ose të luash lojën e re. Përgjithsisht ekziston një mënyrë e menduarit që biznesi im kaq ka, nuk mund të rritet më tej. Sepse industria ku ndodhem, ekonomia që është tani, kaq tjep. Qyteti ku unë jam, shteti ku unë jam, kaq tjep. Nuk ka mundësi tjetër. Kaq është tavani I të ardhrave të biznesit tim. Është e vërtet apo jo? Shkruaj në koment. Është e vërtet kjo për ty? A mendon dhe ti në të njëjtën mënyrë? Ky është një nga mentalitetet më të rrezikshme, sepse nuk tingëllon si justifikim. Tingëllon si realitet. Kjo është e vërteta. Duket sikur kjo është saktësisht e vërtetë. Prandaj kur pronarët e biznesit më thonë biznesi im kaq ka, realisht ata po thonë, nuk shoh mënyrë tjetër. Prandaj po them këtu, nuk është ky tavani I tregut. Ky këtu është tavani yt mendor. Ti ke krijuar një tavan mendor dhe thua biznesi im kaq mund shkoj, nuk mund shkoj dot më tepër. Nëse thua biznesi im kaq ka, atëherë mos kërko më rritje, sepse je ti ai që po e ndalon. Ky nuk është realitet. Ky është një burg I ndërtuar nga mënyra si ti mendon. Ja çfarë duhet të ndryshosh menjëherë nëse do të heqësh këtë mentalitet që të mban poshtë. Bashkënim dhe këto, nëse je dakord, do komento më poshtë dhe bashkë mund të lëmë një telefonat. Nëse nuk je dakord, prap komento më poshtë dhe neve mund të ndihmojmë që të qartësojmë këtë gjë. Okej? Atëherë, mësimi numër 1, ndalo se menduari si operator, fillo të mendosh si arkitekt. Nuk ke ndërtuar një biznes apo karrierë që ti bësh vetë gjithçka, all in one. Ti nuk je makina, ti je inxhinieri që krijon, që prodhon makinën dhe makina teci vetë. Ti nuk je biznesi yt. Ti e përdor biznesin si një makinë për të çuar në jetën e ëndrave, në plotësimin e dëshirave të tua financiare dhe jo vetëm. Biznesi yt është mjeti që ti synon të përdorësh për të realizuar ëndrat e tua, por kujdes, ti nuk je biznesi yt. Ti nuk je biznesi yt. E përdor biznesin për të bërë jetën që do. E përdor biznesin në një lloj mënyre sipas termave të tu. Mësimi numër 2, mos lufto për çdo klient. Ndërtoj një sistem që I tërheq ata. Sa kohë që ti lufton, do lodhesh. Ndërto pozicionim që magnetizon, edhe jo shiti që të raskapis, të lodhe. Mësimi numër 3, mos ja faturon më fajin tregut apo industrisë. Nuk është industria, nuk është tregu. Është struktura që ti ke ngritur. Mentaliteti që ke ndërtuar në mendjen tënde, ti je themeli I çdo gjëje. Është si thuash, makina ime nuk shkon dot më shumë se 60 km/h. Kur në fakt ke lënë frenat e dorës ngritur. Nuk është faji I makinës, është sistemi brenda që e pengon. Çfarë bën? Ul frenat e dorës dhe vazhdo rrugën drejt. Shpejt. Mos thuaj makina ime nuk ecën dot më shumë. Thuaj çfarë po e pengon makinën time të ecë në shpejtësinë që unë dua. Kujdes, se kjo është shumë e fuqishme. Mbaj shënim. Sepse këtë do të zbulojmë bashkë kur të analizojmë biznesin tënd në fund të kësaj video. Çfarë e pengon biznesin tim të shpërthej dhe të arrijë rezultatet që unë dua? Mbaj shënim, komento më poshtë. Çfarë e pengon biznesin apo karrierën tënde të arrijë rezultatet që ti do? Shkruaj më poshtë. Okej? Disa për shembull mund të thonë kam nevojë për një analizë specifike për biznesin. Po. Disa nuk e kuptojnë se si funksionon loja. Po. Disa të tjerë thonë e ka fajin marketingu, ose e ka fajin oferta, ose e ka fajin stafi, ose e ka fajin klientët, ose e ka fajin ekonomia. Të gjitha këto, po të them që nuk ekzistojnë. Është ajo tavani jot mendor që ti mendon kështu. Nëse diçka nga këto mundet që
aktualisht të përballesh të kjo sfida, komenton më poshtë dhe neve bashkë mund të lëmë një telefonat për të sqaruar se si funksionon në biznesin tënd. Mësimi numër 4, zëvendëso biznesi im kaq ka me unë s'po jap mundësi biznesit tim atë mundësi që ai meriton. Sepse kjo është e vërteta. Dhe lajmi i mirë kush është? Kur problemi je ti, edhe zgjidhja je po ti. Ndrysho me njerë mënyrën si luan lojën. Mos shto më shumë forcë, no. Thjesht ndrysho strategjinë. Nuk ka lidhje sa shumë punon, ka lidhje si e luan lojën. Strategjia fiton përpjekjen. Struktura fiton kundrejt lodhjes. Shumë pronar biznese që unë njoh bëjnë çdo gjë në biznesin e tyre dhe vetëm punën e pronarit nuk bëjnë. Dhe nuk është çudi që biznesi ngec, sepse kompanisi duhet një lider vizionar, një drejtues i mirëfillt, edhe jo një punëtor i zellshëm që punon kokulur gjithë ditën dhe nuk përqendrohet se si ta çojë biznesin në next level. Po apo jo? Komenton më poshtë. Mos harro, në momentin që ti ndryshon rolin tënd, nga i zënë me çdo detaj, në ndërtues sistemi, biznesi ju të kalon nga mbijetesë në rritje të qëndrueshme. Okej?